Situata e krijuar nga erozioni detar në zonën e Kunes në Shëngjin, i cili gjatë muajve të fundit ka prekur edhe infrastrukturën dhe bizneset që shtrihen në brezin e Rërës, ka vënë në alarm banorët dhe vizitorët. Ata kërkojnë ndërhyrje të shpejtë për frenimin e këtij fenomeni, i cili rrezikon seriozisht ekzistencën e Bregdetit të Kunes, një ndër zonat turistike më të frekuentuara gjatë sezonit veror. Sistemimi që u bë deri tek lapidari ishte shumë mirë, realisht. Kjo pjesa tjetër është bë pavarësisht se është bë jashtë kushteve, totalisht jashtë kushteve, por ç'është me keqja erozioni do të prishë shumë punë. Është pjesa tjetër me poshtë, është prap shumë me keq. Rrezika s'bëhet fjalë, është shumë rrezik. Është shumë rrezik, rrezik i madh. Se gradualisht po hyri detin e kenë lesh atëherë. Vjen sezona e verës, plazhit, edhe sezona tjetër prap pa rregullu. Kur s'punon tash kur me punu këta. Po shihen domethënë gjurmët e betonit aty ku kanë poshtë. Po ka qenë po s'është punu si duhet, edhe kështu që ka ngel mal. Se nuk e di tash ujë sa mund me hymër thellë në pllaka dhe me ra komplet poshtë. Po si këtë vit nuk ban vaki, me kanë gjithë ky det, gjithë ky kiamet. Det ka pas edhe vite tjera, po jo si vjet. Ky vend ka marru, po nuk vuni dorë shteti. Shteti privati tan sa të mundna me fjalë, me mund të bëni gjatë bukur. Duke mos vënë dorën te, ky vend ka marru. Ka marru. A shumë e thjeshtë, duket. Nuk kam nevojë me fol më shumë. Skalia ata marrin vendin. Ke Holandën 5 metra në nivelin e detit me çamrohet, me skalira, me prita, me por pas vuni dorë shteti ky vend ka marru. S'kemë pas sa 5-6 vjet me këtë teori, s'kemë gjetë një grusht të rënd dikun. S'ke pas për ku me marrë, se këtu ka kanë vi bregdetare ma e bukur në bota se ka pas më bukur. Pas zgjësimit të sipërfaqeve të mëdha rore edhe pishave 10 vjeçare, stuhit detare të muajve të fundit kanë shkatruar edhe shëtitore në Kunes. Mirëgjatësi të konsiderueshme dhe kanë sjellë dëmtime në disa biznese. Alarmi për erozion detar është dhënë prej vitesh, por deri tani kanë munguar ndërhyrjet për t'i bërë ballë avancimit të detit drejt tokës.